lavdi, falënderimi është vetëm për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet, selamet, paqja, mëshira, begatit, bekimet, lëvdatat e Zotit i takojnë gjithmonë pejgamberit alayhi salatu wassalam. I takojnë familjes, shokëve dhe qofshin edhe për besimtarët të cilët gjithmonë deri në kiamet me plot sinqeritet e kanë ndjekur dhe ndjekin në rrugën e tij. Të dashur vëllezër, Allahu na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtarë, keni frikë, respekt veç për Zotin ashtu si i takon atij, dhe këtë frikë, respekt, këtë ibadet kërkuj mos ja kushtoni tjetër veç se Allahut." Të nderuar vëllezër, duke u taku me njerëzit, me besimtarët, një prej pikave më kritike dhe më, po them kështu, të vrejtje që kam, është se shumë prej tyne e vujnë të kalumën e tyne që ju ka ndodhë, edhe s'mundën mu pajtu me atë që ka shku. Edhe tash e mas hala i pengon, hala rrin me të e vajtut kalumën, pa mërë parasysh qysh është ajo, po zakonisht e keqe për keq kur është, sa nuk mundën mu stabilizu në të tashmen, edhe nuk mundën mu rahatu për të ardhmen. Pra ne kemi kohët tri, po thamë kështu, e shkumja, e tashmja dhe e ardhmja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu një rregull për gjërat e të kalumës që s'kena mujt na mi bom ma mirë se sa që ka ndodhë, ose që ka ndasht mi bom. Ka thonë, kujdes, munohu me bo punë, veç që ja fshe hajrin atyne që kanë dobi. Nja. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Masi jetu munu, ke bo plane, që ka me punu e tjere. Atër kërkon ndihmën e Allahit, o Allah nimon, wala ta'jaz, edhe mos rri, pa për këtej shumë popullor që, mos rri si që qanë. Bismillah, ndërmerë diqka, punën diqka, gjallëna, lëviz, planifiko, tako me njerëz, bën plane, mësa, nëse se din qatë zanat, lexo, hyn, kryj në i kurs, përpara vëlla, këqyre qysh me shpërthy, wala ta'jaz, e mos rri si që qanë. Edhe për ato që u kry, tash e more vesh, hine me një zanat, përfitove, përparove, po në të kalumën, të ka ndodhë një diqka që ke dështu, që to në probleme, to na e të e menu, qysh ndodhi, e pse ndodhi, e qka bona unë, u kry ajo, qka du të me bo për të kalumën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos thani sikur, që ke fjala sikur, ta sqarojmë ma detalesht, sikur ta kisha kry filon shkollën, s'm kish ndodhë që ky gabim, sikur mos kisha dal në udhë, s'kish ndodhë ndeshja komunikacionit, sikur ta kisha kry sot unë fakultetin, magjistraturën, doktoraturën, isha bo filon deputeti, sikur, s'ka sikur, u kry, ka ndodhë dje, e tutje, a ka ndodhë para 2 orë e tutje, u kryja ja. Qka me thonë ja Rasulullah? Ka thonë me fjallën sikur, mos ja qel derën shejtanit, me të lanë ty gjithmonë në brenga të së kalumës, në brenga të kalumës, andodhi, u kry. Isha me dukan njerë në makinë edhe bonin ndeshje. Unë isha në makinë, jo diqka rrezik. Edhe tube, u kry, qaddar Allahu ma sha'a fa'al, u kry. Jo ndul, jo i dole, jo hynin të kuqe në ndve, u kry. Pasojat pastaj du të me pas kujdes, se cili mu marrë matë që i takan, qaddar Allah, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos thuj, sikur mos kisha shku, mos kisha dal, mos kisha. Po çka më thoni ja Rasulullah? Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Kana kon caktimi i Zotit. Më u pajtu me ato që të ka ndodhur. Një prej ajeteve kuranore, Allahu ka thonë radiallahu anhum wa radu anhu. E kam përmend, po e përsëris. Ky ajet është shumë i madh, ka shumë kuptim të gjanë. Allahu është kënaq me ta dhe ata janë kënaqur me Zotin. Çush janë kënaqur me Zotin? Këto meselja. Është më gjanë se sa çka mund të kuptohet thjesht një përkthim shqip. Ata janë kënaqur me Zotin. Jo, ka dal. Ata janë kënaqur me Zotin e kur ka fatkeqësia. Hajr inshallah.
Ata janë kënaqur me Zotin në kur ka ardhur sprova. Hajri inshallah. Ti marrë sebepet. Te maksimum. Vishesh, trash, mos më nirth. I respekton rregullat e komunikacionit. Për mos marrë deri te ndeshja. Po dal pi temës. Kemi do për fat keq djelmosha 3 se di nga ky vend I bekum a guxoj me thon këtë fjalë. Po unë po e them e kërkoj fal do kacagela. M'falni që e thash kështu. Të cilët menojnë që me respektu shenjat e komunikacionit është kufër. Shumë me dhimbje them këta. Pse? Thotë se çdo ligj jashtë ligjit të Allahit është kufër, vllazëni. Për hir të Allahut azza xal. Mos jeni këtyne tripave të kaprollit. Allahu xhaleshanu ka thonë pyetni dietarët për ato gjana që si dini. Dikush që ka vendosur atë rregull që ti munal e me kalu tjetri e mos me bë damin. Kur ta bën ti damin masane. E shes se sa e rëndësishme është jeta e njerit, ti mos mu bën sebeb. E me pas kujdes. Ishte jashtë temës. Lënë harrone zën se tham, kthehemi në temë. Kur ti je I kënaqur me Zotin, I bjen kjo, jo veç unë jam kënaqur që më ka dhënë me hungër me pi me jetu, jo. Ti I bjen që çka do të çon Zoti, përderisa ti të ec udhës marr, çka do të vjen për Allahut elhamdulillah. Po unë hajsha ushqime të mira, të shëndetshme, bëjsha ushtrime. Prap merr smuja, po vallahi të vjen. E në situata kritike, kur ty të ndodh ndeshja e komunikacionit, ti ke marrë sebepet, ka tjetër, vëllai, ti të ec mirë të karo. Unë nuk po them që tash detyrimisht ti më afal, jo ti mundesh me lyp hakin tënd, damin që tu ka bën. Ajo tjetër mesele. Pse shkova bërtit I gruas, bërtit I djalit tim qite. I han shpirtin, u kry vëllai. Në momentin e parë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sabri në çastin e parë, qadarallahu ma sha fal, më thon, kanë kon kader e Zotit. Me të ndodh një smundje, kur çkan aty te mjeku e thot, po dyshoj. Hiç se dëm këta. Po dyshoj mos ki kancer. Ani të qetën, pimajeve të gishtave deri te flokët, hava flokët, si janë tane. A je I gatshëm që më thon, qadarallahu ma sha fal. Kjo është caktimi I Zotit, çka ka dhënë Allahu bën. Ista'in billahi wala ta'jaz. Thuj, qadar Allah, për çdo sen. E çdo është masanina që ata janë kënaqur me Zotin. E nuk ka veç I kënaqur me Zotin, nuk ka veç kur çon të mira. I kënaqur me Zotin kur çon të keqe. Ai je përgatitur me pranu, masi ke marrë sebepet, pejgamberi po thotë mi marr sebepet. Edhe çka u kry, me thon caktimi I Zotit këna kon. A mu përmirësu? Po mu përmirësu. Sa njeri, unë e di që nuk e zë gjumin nesër, thjesht e ka një punë normale me bo. Ka një takim në ora 10 me dikon. Ta natën s'flen se nesër ku më taku në ora 10 me dikon. Pse o vlla? Plej sa në ndorë të Zotit. E kam filan provimin. Ti mëso edhe flaj, bismillah. Allah ty për talot që është në ta me ndorë. Shnash nesër. Të tashmen me jetu sa ma mirë. Për të ardhmen me planifiku po mos mu tut. Pse na gjithmonë mendimet e këqija? Unë po e flas për përvojës të dashur vëllezër. Janë të myt popullin mendimet e këqija për të ardhmen. Dijeni se, po e thab një analizë, është analizë, mundet mos mu pajtu dikush, pe smundjeve të lukthit, që bisedojnë me xhallar hoxhët, shkojnë në vend, kamerën e shtin, s'ka kur gja një herë, 2, 3, mos menoni që ka diçka smujën lukth. Është frika të ardhmës, çdo ditë e bën gajle të ardhmen, edhe vetë zihet e përbihet, edhe këtu I krijohet me mjeksi e shpjegojnë mjek më mirë këta, ku e di çka I krijohet një lloj helmi këtu edhe ai nuk s'ka kur gjë. Kinena do me dal më thot më dhem lukthim, pse? Është frika nga ardhmja. Besimtari masi ti merr sebepet, pejgamberi po thotë I merr sebepet, edhe populluar që na themi flan dath. Banja vetës obligim. Çka u kry veç merr mësim pit kalumës, veç merr mësim. Për të ardhmen kur bjen me fjet çdo natë thuj Zotit o Allah. Ama që kjo është mesele madhe, jo është fjalë goje. O Allah, po ta lo amanet veten tëme ty. Po ta lo amanet familjen tëme ty, edhe pasuninë tëme ty. Kush e lën Allahit amanet to, ama flan shlirë masane. Ama s'ban gajle masane.
Allahu nuk e tradhton amanetin që dikush e kalon. Edhe çka do që i ndodh, ai thot unë jam i kënaqur me caktimin e Zotit. Pra tema e sodit të dashur vëllezër është mos ja çelni derën shejtanit me fjalën sikur mos ta kisha bën këtë, s'kish ndodh kështu. Sikur mos kisha dal, që tim qite ndodhi kjo. Çka do që vjen, masi ti merr sebepet, qaddar Allah, caktimi i Zotit. Të kalumën, mos e kaj, merr mësim për saj, prej të ardhmës mos u tut. Leja amanet vetën tonë Allahut. Lutë Allah që të na falë, na udhëzoj, të na qetësoj shpirtin me kaderin e tij, të jemi për atyre që i marrim sebepet halal, por edhe mbështetemi te Zoti. Allah në bëft për atyre që jemi të kënaqur me atë që na ka shkruar Allahu dhe çka do që na vjen, mirë se na vjen. Allah na fal, na udhëzon na përmirëso. Na i fal mëkatet neve, udhëzoj vëllezërit tan, mëshiroj të vdekurit tan, ata që janë sëmur shëroj, o i gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, walhamdulillahi rabbil alamin.